أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë dhe madhrojmë sërish Allahun e lartësuar, çojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë musliman dhe muslimane gjallës së të vdekun dhe për ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Dersën e kaluam folëm për renditjen e Fatihas. Edhe shpjeguam pse Fatihaja është e para në mushaf. Edhe shpjeguam se Fatihaja është e para sure që ka zbrit komplet. Ndërsa në renditje thamë se Fatiha është pesta, si sure që ka zbrit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fund të dersit kaluam, thamë që Fatiha në përsëritëm 17 herë në ditës edhe natës, në recitat farz, edhe thamë se kjo është ihtiyaj, domosdoshmëri, nevojë. Edhe thamë që dietar, duke e ditë këta, e kanë shtu deri me 10 ose qindra herë. Pra Fatihaja është përmbledhja e komplet dinit. Jo veç e komplet Kuranit, po është përmbledhja komplet fesë. Ta kujtojmë hadithin e Gjibrilit. Hadithi e Gjibrilit është hadithi kur ka shku Gjibrili në formën e një njeriu tek pejgamberi alayhis salam, edhe ka shku i ka afru gjunjët e tij afër gjunjëve të pejgamberit alayhis salam. Edhe i ka pa disa pyetje. Pyetja e parë ka qenë mel islam, ka thënë çka është Islami. Tani ka thënë kallëzëm çka është imani, tani ka thënë kallëzëm çka është ihsani, edhe masonaj ka fillu përshajat e Kiametit. Pra, Islami, imani edhe ihsani e përbajnë fenë. Të trijat i gjejmë në Fatiha. Përgjigjen e të trijave e gjejmë në Fatiha. Që nisëm prej asaj që ja ka nis Gjibrili. I ka thënë oj dërguari i Allahut, bile ja Muhammed, akhbirni anil Islam. O Muhammed, më trego mua çka është Islami. Pejgamberi sa çai ka thënë? Ka thënë Islami është me thënë shahadetin, me fal namazin, me agjëru, me dhënë zakatin, me agjëru Ramazanin edhe me kry haxhin. Mirë, ku i gjejmë këtë në Fatiha? Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pra ibadetet, anën e jashtme. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, e gjejmë në Fatiha. E tani çysh kryhet adhurimi? Janë 113 suret e tjera. Që na shpjegon Allah namazin, agjërimin, zakatin, haxhin. Mirë, po si bazë e gjejmë në Fatiha. Në Fatiha e gjejmë tash mas Islamit është imani. Pejgamberi sa ka thënë imani është me besu Allahun. Librat, pejgamber, ditën e gjykimit, ka dhënë edhe kaderën, caktimin e Zotit, me i besu edhe librat që zvin edhe pejgambert. 6 kushtet e imanit. Tash këto i gjejmë në Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e botrave, besimi në Zot. Ar-Rahman Ar-Rahim, shiruesit mëshirbërësit, emrat edhe cilësitë e plota i takojnë Zotit. Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës së gjykimit. Pra e besojnë edhe ditën e Kiametit, na përmend në Fatiha. Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Qysh e kanë komentuar ulemaja në rrugën e drejtë? Kanë thënë atë rrugë që e ka zbrit Allahu nëpërmjet melekut tek pejgamberi me anë të një libri. 3 kushtet e tjera. Edhe na ka met kushti 6, me besu kaderin e Zotit. Ihdina, na udhëzo në rrugën e drejtë. Pse kjo është argument për kader? Se në sekti parë që ka dalë në umetin e pejgamberit alayhis kanë qenë kaderit. E kanë mohu kaderin plotësisht. Edhe kanë thonë veprat tona i krijojnë ana vet. Edhe Allahu nuk din çka ndodh derisa ndodh. Sekti devijum. Tash na çka thojna ihdina, na udhëzo Zot, se udhëzimi vjen prej teje, jo prej neve. Pra punët tona ti ai që na i mundson, ti ke krijuar, na vesh mujna me përfitu. 6 kushtet e imanit i gjejna në Fatiha. Kush po jetë? Po jetë ihsani. Çka ka thënë pejgamberi për ihsanin? Ka thënë en ta'budallaha ka'annaka tarah. Ta adhurosh Allahun sikur se po e sheh. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nëse ti nuk e sheh, di se ai të ty. Shikoj Fatihan. Ti anis, elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave. Ar-Rahman Ar-Rahim, shiruesit mëshirbërësit. Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit. Ti je duke fol për Allahun vetën e tretë. Falënderimi qofshin për Allahun, i cili është mëshirues mëshirbërës. Është sunduesi ditës së gjykimit.
Pa pritmas, ti po thu iyyaka na'bud. Ka lënë vetën e dytash. Vetëm ty të adhurojmë. Dhe tash ke të hunë vetën e tretë, Allahu ti ta kënë falënderimi. Tash po thu vetëm ty o Zot. Kur e kanë komentuar ulemaja kanë thënë sikurse po e lavdëron Allahun, po e lartëson Allahun, po e madhëron Allahun, që kena me përmend hadith të trijat, mas andaj po të japet leja me ju drejtu Allahut në vetën e tytë. Iyyaka na'bud. Veç ty o Zot të adhuroj. Pra ti me një farforme kur të thu iyyaka na'bud, për ty arrin kulmi i përqendrimit në namaz. Tash ti je të ju drejtu Allahut. Sigur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Ka thënë pejgamberi sa, kur ndonjëri prej jush ngritet në namaz, kena më marrë vesh as-sala është edhe emri Fatihas. Thot pejgamberi kur ngritet ndonjëri prej juve në sala, në namaz, thot fa innahu yunaji rabbah. Ai është duke fol Zotit të tij. Ose vazhdon hadithi, ose ka thënë wa inna rabbahu bainahu wa bain al-qibla. Mes ti edhe mes kiblës e ka Zotin e tij. Andaj i thot iyyaka na'bud. Veç ty o Zot adhuroj. E ka arrit kulmin e përqendrimit. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pastaj pjesë tjetër e dinit çka është edhe tezkiyetun nafs, pastrimi i nefsit. Me pasru nefsin prej hipokrizisë, prej dyftërsisë, prej vetpëlqimit, prej arrogancës. Krejt këto me çka i thojna iyyaka na'bud. Veç ty të adhurojmë, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra veç ti je ai që mund është me mba mu musliman të mirë, ona mos më kanë as dyftërsh, as mos më kanë arrogant, edhe mos më pa cilësitë e tjera. Kështu që Fatiha është përmbledhja e krejt e këtij dinit. Andaj ka thënë Ibn Qayimi, Allahu mëshiroft. Allahu i ka zbrit 100 libra. Këto i ka përmbledhur në Tevrat, Zebur, Injil dhe Kur'an. Të gjithë Kur'anin, të gjithë këto të katërtat i ka përmbledhur në Kur'an. Të gjithë Kur'anin e ka përmbledhur në Fatiha. Edhe çelësi Fatihas. Këtë Fatihan e ka përmbledhur në iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tash sot Fatihan kemi më u ças për 2 këndvështrimeve të ndryshme. Tham, surja e parë që ka zbrit ka qenë surja Iqra, ose ajetet e para të surës Iqra, lexo. Tani ka thënë nun, ti nuk je i çmendur. Tani ka thënë o ti i mbështjell, që u falë natën. Pasandaj tham është ndal vahji, i ka zbrit o ti i mbuluar, edhe pesta ka qenë surja Fatiha. Kur ka zbrit surja Fatiha, pejgamberi sa vetë se është urdhëruar me shpall fen edhe me i thirr tjerë në fe. Surja e 6 që kanë zbrit mas Fatihas ka qenë surja Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ju thafshin 2 duart e Ebu Lehebit. Çka kuptuan mushrikët Kurejsh kur e dëgjuan Fatihan që u hasmuan kaq më një herë. Pra pejgamberi alayhis salam kur ka filluar me i thirrje zindin, ka qenë veç Fatihaja zbritur komplet. Ka qenë disa ajete tjera, ama si sure komplet ka qenë veç Fatihaja. Bile tham surja Fatiha është ajo surja që ka drejtuar njerëzve. Këto 4 tjera kanë qenë drejtuar me pejgamberit alayhis salam. Çka kuptuan mushrik pe Fatihas? Që posa e dëgjuan, u hasmuan me dinin. Madje pejgamberi sa më dini, kur ka dalë hirën e parë haptasi, ka dalë në kodrën Safa, kodra nga Çabës në harimin e Mekës. U ngjit kodrën Safa, edhe tamën i ka thirrë njerëzit në fe. Cilla ka qenë fjala e parë që ka dëgjuar pejgamberi sa? E para fjalë ka qenë mallkim. Tabban lek. I ka thonë Ebu Lehebit, tu thafshin 2 duart. Ali hadha jama'atana, pa për që ta na thire? Do më thonë, vetë sa ja ka njës pejgamberi sa me transmetu fejnë haptazi, kanë fillu mallkimet, sharjet, ofendimit, kanë fillu vrasjet, kanë fillu tortura ndaj sahabe, maltretimet, a ka qenë veç Fatihaja. Tash, çka qenë ka kjo Fatiha, që i paska tërbu Ebu Lehebin, Ebu Gjehlin, e çka qenë ka kjo Fatiha, që e paska mbush me iman Bilalin. S'ka pa tjetër sure. Çka qenë ka kjo Fatiha që i ka dhënë vullnet Ebu Bekrit? Çka qenë ka kjo Fatiha që i ka bashku edhe i ka forcuar sahabët në din? Të parën që e përmendin dietar, thonë Fatihaja na tregon një çështje më rëndësi.
na tregon arsyeën pse jetojnë. Arsyeën pse jemi gjallë, pse frymojmë. Fatiha e gjanë. Mas pare, nuk ka njeri cilët nuk i shkojnë në mendje 3 pyetje. Të paktën disa herë gjatë jetës së tij, kanë me shku domosdoshmërisht në mendjen e tij 3 pyetje. Ka erdha, ku po shkoj, edhe pse. Çdo njeriu në botë ka me shku këto 3 pyetje në përmendje. Nuk ka mundësi vetë se pa u mendu njëri ka erdha. Kur e kanë marrë shembull dietar ka thonë sikur se ti me kanë fjet në dhomën tënde të gjumit. Edhe kur i hap syt mëngjes, e sheh veten në një ambient komplet tjetër. E sheh veten jo në shpitane. Mirë, po ti nuk e din se ti ke qenë flajt. Ka thonë pyetja e parë që më thon ku jam? Ku shumë pruni këtë? Pse? Tash njeriu kur i çel syt në jetën e tij, edhe sheh veten çtu ku është, thotë ka dalë pak. Ka erdha, ku po shkoj, edhe pse. 3 pyetje filozofike që Allahu përgjigjen për to na jep edhe te surja Insan. Surja njeriut. Se njeriu i mediton ato. E që është sunet mu lexu çdo të xhuma në namaz të sabahut, në fars. Pejgamberi sa më ka lexuar surën Insan. Mirë, po këto përpara se me zbrit tek surja Insan, përgjigjen për to e ka zbrit Allahu tek surja Fatiha. Ka erdha Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdi qoftë për Allahun, Zotin e botrave. E kanë marrë vesh këtë sahab këtë pyetje ka erdha. Allahu na pas ka kriju. Ku po shkoj? Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës së Kiametit, së ditës së gjykimit, ditës së fesë, ditës së borxhit, që kena me komentu, pse iyyaka na'bud, vetëm ty të adhurojmë. E kanë kuptu pse ekzistojnë. E kanë kuptu me Fatihan. Pse janë në këtë botë, ku po shkojnë edhe për çfarë arsye. Andaj Fatihaja na tregon pse na frymojna. Sot sfidë moderne e shoqërisë së kohës së sotit është mundohen që njeriu me largu pishën e 3 pyetje. Ti jeto. Ty nuk të intereson ka ardhur. Ty mos të intereson ku po shkon. A realisht që kjo dallon njeriu prej këtë krijesave tjera, se din me mendu pse, din me mendu ka kurreshtje. Nëse njeriu nuk ja bën çto 3 pyetje vetvetes së tij, çka dallon prej kafshëve të tjera? Madje kjo lidhet shumë mirë me një studim në vitin 1968 në Amerikë. Këtë studim e ka bë etologu amerikan John. Ky etologu që është mirë me kafsh e merr një hapësirë 3x3. Edhe në të i vendos 25 min. I vendosën një hapësirë 3x3. I jep ujë të bollshëm, ushqim, ja jep klimë të favorshme, ja siguron klimën, edhe i siguron prej grabiçave edhe prej sëmundjeve. Edhe fillon edhe i shkruan gjendjen psiqike të minjve. Mas një kohë, thot kur është mbipullu edhe ushtu shoqëria minjve, thot kë etologo kanë fillu me u shfaq ndryshime psiqike të mëdha tek minjt. Thot kanë fillu me ndodh gjëra të çuditshme. Për shembull, thot janë nda kategori. Thot janë shfaq ata kategoria e bukuroshave. Një pjesë e minjve që e kanë patur për preokupim veç pastrimin e trupit të tyre, as nuk janë çiftezuar, as nuk janë përzim me shoqërinë e tjerë, thjesht janë vetëm. Që nuk ka qenë e shfaqur më herët. Thot një pjesë e shoqërisë kanë qenë agresivët. Ata që kanë rujt territorin e tyre, edhe e kanë mbyt njëri tjetrin kur ju ka cënu territori. Thot është shfaq saqë te një pjesë e nënave është shfaq mbytja e të vegjelve të tyre. Këtë kjo pa arsye. Te disa thot kanë ndodhur çrregullime seksuale. Kanë ndodhur çrregullime tek ata të mëdha, psiqike, saqë ky thot ju kanë plotsu këtë kërkesat. Ju kanë plotsu këtë nevojat, mirë po kur ju kanë plotsu krejt, kanë ndodhur çrregullimet psiqike. Pse? Se ti ja ke plotsu anën fizike të tyre. Edhe njeriu. Nëse ja plotson kushtet e jetesës, ti ke plotsu një nevojë, po jo ata kryesorën. Ti ja ke plotsu kushtet e jetesës,
Po ti se ke tregu arsyeën pse jeton. Ti se ke tregu arsyeën për çka ky është gjallë. Po anën fizike e ke plotësuar. Mirë po se ke tregu arsyeën ky pse frymon. Që shoqëria moderne pra përgjigjen për këtë gjë, Fatiha. Jemi arë pe Allahut, jam mësym ditës së gjykimit, synimi është me adhuruat. Shikoj çka është fjala e parë e Fatihas. Elhamdulillah. Falënderimi takon Allahut. Sipas logjikës tonë, me udhës do të ishte me thënë lillahil hamd. Veç Allahut i takon falënderim. Sikur çush na vjen më vonë, iyyaka na'bud, vetëm ty të adhurojmë. Këtë po thot elhamdulillah. Lavdi, falënderimi takon Allahut. Sikur theksin po vendos te hamdi, jo te Allahu. Elhamdu, i tërë hamdi, falënderimi takon Allahut. Në Kur'an ka ajete tjera që thot lillahil hamd, veç Allahut i takon falënderimi. Po këtë nuk po thot ashtu. Pse? Se tham shoqëria me kase, ka qenë shoqëri që i ka menduar çdo 3 pyetje që i tham na më herët. I kanë shoshit me mendjen e tyre. Tani sa kanë mujt me i gjetë, sa ju kanë afruar vërtetë, sa jo tjetër. Me rëndësi, në mendjen e tyre kanë menu kush i ka kriju. Ju mundu, tani shejtani mallkum ja ka deviju rrugën. Tash ju mundu me i gjetë përgjigjen për këto 3 pyetje. Edhe Allahu ja e përgjigjen në Fatiha. I thot që kjo zhurmë e madhe që po e bëni jo se kujt i takon falënderimi, i takon Allahut. Pra ju po lodhni me thonë që jeni atë jetun begati, e në mirësi, e që ky hamd i takon dikujt, dine që ky hamd i takon Allahut. Për shembull, nëse që tash njëri për juve e gjeni një telefon klas. Edhe e pyet ata që e ka afër të jashtë, jo ti jo. Edhe këtij tjetrit jo, edhe fillon e bëhet zhurmë, i kujna telefoni. Derisa dikur e marrën vesh telefoni është filan. Çka thonë në fund? Telefoni që e bani tën këtë zhurmë është i filanit. Allahu po thotë që kjo zhurmë e madhe kujt na i takon falënderimi, e hamdi, e ibadeti, e adhurimi që ju e keni bë, kollaj është. Elhamdulillah, i takon Allahut. Andaj nuk ka thonë Allahu lillahil hamd. Kjo është madhështore. Fjala e parë që ka dëgjuar pejgamberi alayhis salam, edhe sahabët, pe surës së parë të zbritur komplet është elhamdulillah. Është fjalë madhështore. Që tash, nëse kryhet dersi, edhe ti hin në telefon, hin në Facebook ose Instagram ose kudo. Edhe e shet që dikush e ka postuar atje elhamdulillah, edhe s'ka thënë asgjë tjetër. Çka të shkon mendje? Në mendje mundet më shku që ka gëzim, apo e mundshme. Mirë. A mundet me patë edhe mërzi? Mundet me patë edhe mërzi. A mundet me patë edhe najtë e lash? Mundet me patë edhe najtë e lash. Fjala elhamdulillah është e çuditshme. Edhe thuhet kur është në gëzim, edhe thuhet kur është në mërzi. Edhe thuhet kur është në telashe, edhe kur është në begati. E kanë dëgjuar sahabët kur ka qenë duke u torturuar. Mundi me paramndu, ka shku sahabiu tek pejgamberi alayhis salam. Ka thënë thuma surën që ka zbrit, ka thënë surja që ka zbrit është Fatiha, se s'ka pa surë tjetër. Hajt thuje çka ka thënë? Elhamdulillah. Falënderimi takon Allahut. Kur në agjendje edhe në ato rrethana kur kanë qenë sahabë duke u torturuar. Bilali shpinën plot me gjak, duke rrjedh gjaku pe kamxhikut, ka thënë elhamdulillahi rabbil alamin. Sumeja duke u mbyt atje, elhamdulillahi rabbil alamin. Është madhështore kjo fjalë. Pastaj pse elhamdulillah, jo elhamdu rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut, presje Zotit të botëve. Pse mos më thon direkt falënderimi takon Zotit të botëve? Po elhamdulillah një. Edhe kjo është madhështore. Kjo e bën dallimin mes një sahabiut edhe një mushrikut. Kanë thënë ulemaja, Allahu thot elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, për shkak se emri Allah vjen prej cilave shkronja ilah, i adhuruar. Pra, elhamdulillah, i tërë falënderimi takon Allahut, i cili Allah na ka urdhëruar neve me shfaq fen haptazi, edhe na jena duke adhuru veç ata. Ati i takon ibadeti, ati i takon adhurimi. Elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, që na po e kryjna urdhën ndaj Allahut duke e përhap fen haptazi. Që kjo e bën dallimin. Elhamdulillah, falënderimi qoftë për Allahun, që për hir të tij unë jam tu u shkel. Pejgamberi sa për hir të Allahut u mallku. Fjalën e parë është mallku.
Bilali tha murre. Sumeja është mbyt. Pse? Se Allah ka thonë shfaqe islamin haptazi, këta kanë fillu me shfaqe islamin, edhe ju ndëmtu. Elhamdulillah. Se për Allah e kanë besu sahab. Mirë po jo veç Allah, Rabbil Alamin, Zotit, kujdestarit, furnizuesit të këtë botra, e këtë tani e kanë besu mushrikt. Se mushrikt e kanë besu Allahun që është Rabbul Alamin, sunduesi, furnizuesi, mbajtësi këtë botra, ose kanë besu që është Allah, që veç atij i takon adhurimi. Pra elhamdulillah, falënderimi takon Allahut për ju o sahab, edhe Rabbil Alamin për juve mushrikëve të tjerë. Për dy partit takon falënderimi. Që kë rëndësia ku e vë Allahu theksin. Mas pare falënderon Allahut për çka? Për mirësinë e adhurimit, tani për të krijimit. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut që mu ma ka mundsu me adhuru ata. Tani që është Rabbil Alamin, sunduesi, furnizuesi këtë botra. Shikoj rënditjen. Këta e gjanë edhe te surja Ar-Rahman. Çka thot Allah në surën Ar-Rahman? Thot Ar-Rahman, mëshiruesi. Tani Allama al-Quran, ja ka mësu Kur'an. Mirë, tani khalaqal insan, e ka kriju njeriu. Me logjikën tonë do duhej me thonë mëshiruesi e krijoi njeriu. Tani ja mësoj Kur'anin. Ama jo. Se çfarë do bie kish me pat krijimin e njeriu nëse s'kish me kanë Kur'anin? Çfarë do bie? Do të ishte ti me jetu nëse nuk e ke Fatihan. Elhamdulillah, falënderim takon Allah që mu ma mësoj me i baj ibadet, tani që është Rabbil Alamin, Zot, sundues, furnizues i këtë botra. Se për Zot, për sundues, e kanë besu dhe mushrikt. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, e nëse i pyet ata, kush i ka kriju qiejt e tokën, la yaqulun Allah, ata do thënë Allahu. Por si Rabb e kanë besu edhe ata. Mirë po, une them as për elhamdulillah që ma ka mundsu me adhuruat. Andaj fjala e parë kur hym në namaz ti çka thon? Elhamdulillah. Ma mësoj me kanë që të ku jam. Kur thuhet muezini, ka thënë pejgamberi sa, kur të thirr muezini ezanin, thuani atë që thot muezini. Kur thot muezini hayya alas-salah, e janë në namaz, çka më thon? La hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë as lëvizje vetëm se me Allahun. Që ti ezani i përgjigjet çati që ja ka mundsu Zoti. Çati që Allahu ja ka forcu kanë për namaz. Andaj kur lidhesh në namaz thu elhamdulillah. Se ty të takon falënderimi se ti i adhuruarim. E tani që është Rabbul Alamin. Tani që është Zoti i gjitha botra. Pra sahab kanë qenë duke u torturuar, kur fjalën e para kanë dëgju, elhamdulillah. A kanë mujt me pyet ata? A ka mujt me pyet Ammari, i cili ka qenë dhe në zallë dhe në fit. E kanë vendosur në zallën e shkretirës, veç kokën ja kanë lënë jashtë. Edhe i ka pa dy prindët e tij duke u maltretuar. Edhe kanë marrë shigjetën, edhe kanë shpu Sumejen, nënën e tij, anë për anë, me shtizë. A ka mujt ta shkoj me shku te pejgamberi sa më ka thonë, pas tërë kësaj gjendje që e pash, e që e përjetova, unë me thonë, elhamdulillah. Pra, unë i po shprind të mi duke vdek nga dal, duke u mbyt, duke u rjep. E Bilali atje po kam gjikosej. E Suhejb Rumi, këtë sklever, se shumica e sahabëve në fillim ka qenë të kategorisë së skleverve, na me thonë elhamdulillah. Kanë mujt me pyet, mirë po e kanë pat model pejgamberin alayhis salam. A ka thonë Allah me thonë elhamdulillah në këtë gjendje thonë. Njëjtën e kemi te surja Mudaththir. Është madhështor mësimi që del prej surës Mudaththir. Mas pare, o të i mbuluar, kur i ka thonë Allah pejgamberit alayhis salam, o të i mbuluar qohë dhe thirr, ka diskutime pse i ka thonë Allah pejgamberit sa Mudaththir. Njëna pe arsye që e ka përmend Taberiu në tefsirin e tij, është që pejgamberi alayhis salam ka filluar me dëgju se njerëzit janë duke thënë është çmend Muhamedi. Hala pa fillu me ba thirrën haptazi, hala pa fillu me i thirr njerëzit haptazi, ka fillu që njerëzit po flasin se pejgamberi alayhis salam Muhamedi është çmend. Madje kanë thënë ky është magjistar. Madje në surën Mudaththir, njëjtën sure, e gjajnë ajetin in hadha illa sihrun yu'thar. Fjala e babait të Khalid ibn Walidit. Kjo është magji që po i shihen ndikimi. Tash pejgamberi kur po i nin këtë llafe për veten e tij, çka bën? Shkon në shtëpinë e tij, mbyllet. Edhe e mbulon fytyrën e tij. Tash vije meleku.
I vije Gjibrili. Çka i thot? Ja eyyuhal mudaththir, o ti që je mbulu shkaku i fjalëve të njerëzve. Kum fa anzir, çau edhe thirr. Nëse dën që tjerët mos me të përqesh, çau edhe thirr. Nëse dën që më unal goja Abu Lehebit edhe Abu Jehlit, çau edhe thirr. Tash me çfarë logjike? Pejgamberi sa a kish mujt më thon, çur ata po përqeshen hala për pa thirr haptazi. Po kur të dal haptazi unë më thirr? Ama Allah i thot çau edhe thirr. E tani çysh ndodh lamamu. Lamamu se në haxhin lam të mirës. Nashta Abu Lehebi ja, nashta Abu Jehli ja, po djem të tyne. 120.000 sahab në haxhin lam të mirës kanë me ndjek për çka? Thot Mahmud ibn Rabi, kadu yaqtatiluna an wudu'i. Gati sa si në me njëri tjetrin kush për ja merr pikat e abdesit. Që të arriti kum fendhir, qau edhe thirr, arriti me një pikë që për një me unale që ishra edhe unale në lafët për ta. Arriti me atë pikë, sa që në haxhin lam të mirës, kur e ruajti pejgamberi sa në kokën e tij, çka i tha berberit? Ta shpërndaja njerëzve. Se kanë vrapu me marr diçka prej flokëve të tij, sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe sahabët kanë thënë elhamdulillah. Po pse elhamdulillah kanë thënë na fjalojmë Zotit, edhe ai e din më mirë. Rabbil alamin. Zotit, sunduesit, furnizuesit, krijuesit të këtë botra. Pse jo Rabbul muslimin? Zotit muslimanëve. Sa Allahu është Rabb el alamin, i këtë botna. Nëse Allahu kish me qenë Zot veç i muslimanëve, tani ai kish me kanë meselë tjetër. Kjo është përgjigje edhe për ata që thonë pse Allahu nuk e ka ndihmuar pejgamberit alayhis salam e ka lënë me u torturu. E ka lënë pejgamberin alayhis salam dhe sahabët me pat lloj-lloj torture, lloj-lloj maltretimi. Pse Allahu e ka lënë pejgamberin sa dhe sahabët me hiq? A dim se është Rabbil alamin. Është Zoti i krejtëve. Edhe i mushrikave. Ky është Zot edhe i atyre që se besojnë pejgamberin alayhis salam. Nëse Allahu kishte më ndalë ndihmë pejgamberit alayhis salam, duke e shkatruar Mekën, a kishte më pasur së Omer? A kishte më pasur së Khalid? A kishte më pasur së sahabi tjerë, Hamza? Mirë po, është Rabbul alamin. Unë jam Zot edhe i atyre. Ndër ditë më të vështira që pejgamberi sa më ka pasur në jetën e tij, ka qenë dita e Uhudit. Thot Anas ibn Malik kur e përshkruan këtë ditë. Po e lexoj çka ka thënë Anas ibn Malik fjalë për fjalë. Thot: "Lamma kana yawm Uhud, kusirat riba'iyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Thot kur ka qenë dita e Uhudit, janë thyer dhëmbët e përparëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa shujja faj'ala dam yasilu ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Thot është plagos në fytyrë, saqë ja nisi me i rrjedh gjaku mbi fytyrën e tij, ja mbuloi fytyrën. Gjaku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yamsahu dam an wajhihi. E pejgamberi sa ja nisi po fshin gjakun nga fytyra e tij. Wa yaqul kayfa yuflihu qaumin khaddabu wajha nabiyihim bid-dam. Edhe ka thënë pejgamberi sa pe lodhjes, pe mërzis, thot si do të shpëtoj ky popull që e përgjakën fytyrën e pejgamberit të tyre. Qysh ka më pështu ky popull? Shikoj çka më bënën, wa huwa yad'uhum ila Allah. Ka thonë unë vetë Allahu po thirr besan s'po i bëj. Unë po i thirr për tek Zoti. Qysh ka më shpëtu ky popull, kështu çka i ka bë pejgamberit të tyre. Thot Anas ibn Malik, në atë moment i ka zbrit Gjibrili me vaj. Edhe ja ka zbrit ajetin në surën Ali Imran, lejse leke minel emri shay. Ty nuk takon me fol kur që për ta. Mos fol për ta. Lejse leke minel emri shay. Ty nuk të takon çështja atyre kur gjëheq. Subhanallahu, çka thot ajeti? Au yatuba alejhim au yu'adhibuhum. Nëse du i fali, nëse du i dënaj. Pra, mos fol ti për ta, në transmetim pejgamberi sa me ka mallku Safwan ibn Umayyan, Harith ibn Hishamin, edhe e ka mallku Suhejl ibn Amr. Shoku që i kanë bë pejgamberit alayhis salam nohët. Të tre këta janë bë musliman. Pse Allahu tha mos fol për ta, se unë jam Zot edhe i tyre, ti s'ke drejt me fol për ta. Unë kam për gjak, po unë jam Zoti i tyre. Elhamdulillahi Rabbil alamin.
Zoti krejt botën. S'ka thonë veç i jote. Nuk tha veç i muslimanëve. Se që kë rab është edhe Zoti i Ebu Gjehlit. Që kë është rab edhe i Safanit që po e mallkon, edhe i Harithit, edhe i Suhejlit. Që kjo është madhështoria që Allahu po çorton pejgamberin alayhis salam, po i thotë ty s'takon të hiç më merr me tjerë. Ti krye mesazhin tën, e këto janë krijesa të mia. Unë jam Zoti i tyre. Duke e ditë Xhibrili këta i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i tregu çysh është fundos faraoni. Thot, ja Muhammed, falau ra'aytani wa ana akhidhun min hali al-bahri. Thot, o Muhammed, sikur të më shihje mua, atë ditë kur është fundos faraoni. Kush po i thot Xhibrili alayhis salam. Po i thot sikur se të më shihje atë ditë kur e kemi fundos faraonin. Wa ana akhidhun min hali al-bahr, e on marrja baltën e detit. O e gjalu fihi, e marsha baltën e ja hidhja në gojë faraonit. Pse? Me khafeten en të drikehu rrahme. Veç pejtute, mos peka për rahmeti Zotit. Se të e dit Allahun që është Zot edhe i faraonit, e të e dit që Allah ja pranon tauben edhe pak për para vdekjes, jam friksu, edhe nuk më dashë ky kriminal i madh me vdeksi besimtar. Thotë edhe ja kom vendos baltën në gojë. Xhibrili e ka ditë rahmetin e Zotit edhe ndaj faraonit. Sa Allahu është Zot edhe i faraonit, nuk ja hub veprën edhe faraonit. Madje thuhet, njëna për arsye pse ka toleru Allahun, Allahu faraonin, për kaq vite. Se thuhet ka jetu faraoni me 100 vite. Njëna për arsye që Allahu ja ka leju një gjë të tillë faraonit, është që faraoni u kon shumë i kujdesshëm ndaj nënës së tij. Allahu, shkaku që u kon i kujdesshëm ndaj nënës së tij, i ka dhënë të mirën këtë botë. Shikoj Allahu kur e ka dërguar Musën edhe Harunin te faraoni. Faraoni çaj ka thonë njerëzve, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti ju i më i larti. U shku Musa dhe Haruni edhe i ka ardhur vahi, i ka ardhur Xhibrili. Çaj ka thënë Zoti, idhhaba ila firauna innahu tagha. Shkoni te faraoni se ky e ka tepruar. Faqula lahu qawlan layyina. Ama kur të shkoni tek ai, falni bot. Falni fjalë të mira. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ndoshta friksohet, ndoshta mendon. Por kon, por ato që ka thonë unë jam Zoti juaj, Allahu i ka thënë Musa se Harunit kur shkosh tek ai po, mos e rrok me të fortë. Falni fjalë të mira. Se unë jam Zot edhe i faraonit. Kjo është madhështoria. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Zotit këtë botrave. Edhe jam Zot i ytë Muhammed, po edhe jam Zot i aty në tjerëve. Ebu Lehibin a përmendëm, njeriu i parë që ka mallku pejgamberin e sa haptazi. Thot pejgamberi sa që hadith është Muslim i sakt, thot Allahu ja lehtëson dënimin Ebu Lehibit. Për çka? Thot ja lejen me pi nga uji që del pi majeve të gishtrinëve të tij. Pse se kur ka lind pejgamberi alayhis salam, është gëzuar edhe ka liru Thuwaiben, një robresht të tij, e cila masana i ka dhënë gjip pejgamberit alayhis salam. Që kjo vepër e Ebu Lehibit nuk i hub në ditën e Kiametit. Rabbil alamin. Unë jam Zot edhe i Ebu Lehibit. Unë jam Zot edhe i faraonit. Kjo është madhështoria që Allahu kujdeset për krejt, andaj Allah nuk i ka dalë në ndihmë pejgamberit sa më njëherë me shkatru sahab, se ka ditë që për ty në kanë më bën njerëz, kanë më kthy në fe, kanë bën njerëz të mirë. Për shembull Vahshiju është vrasësi i Hamzës. Çka ka thënë Vahshiju? Thot qateltu khayran nas, e ku mirë njeriu më të mirë Hamzën. Amma masane çka ka bë? Wa sharrun nas, edhe njeriu më të keq, Musailemen, që ka pretenduar që është pejgamber. Sigurisht se Allahu të kishte shkatruar Vahshijun më një herë, e mos më ia pranu pendimin, ai kishte më kanë zjem xhenemit, edhe su kishte dhënë mundësia ka më bëni punë të mirë tani. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Lavdë e falënderimi qoftë për Allahun që është Zot i këtë botrave. Këta kanë kuptuar sahab, edhe për këtë sahab masanej kur kanë bë bej, që janë betu, çështë kanë pa zakoni pjesë sahabëve me thënë, la walladhi najjani yawma badrin. Jo pasha që më ka shpëtu ditën e Bedrit. Pra, ku mujt me vdek në Bedr si pa besimtar. Të luftu pejgamberin alayhis salam. Çaj është Allahu që më ka tërhiq për atyre, edhe më ka bosët musliman. Edhe kur është betu ka thonë, jo pasha ata që më ka shpëtu në Bedr,
se ku mujt me vdek në kufër. E kush e bani këta? Rabbil Alamin. Çaj që është Zoti i këtij. Pra Allah është edhe i të devotshmëve, edhe i mëkatarëve. Por Zoti edhe i neve. Sa herë na ka pasur na u ka zbej imani, na ka forcuar. Sa herë kena bë gjëna, na ka mbuluar. Sa herë kemi bë Zotit mëkat, na ka inspiruar me i kërku falje, e mas andaj na ka fal. Rabbil Alamin. Zoti i këtë botra. Kjo përgjigje edhe për ata që pyesin sot pse më ndodh kjo në umetin islam, kjo gjendje. Pse më ndodh kjo në Gaza? Pse më ndodh kjo në Palestinë? Pse më ndodh kjo në Siri? Rabbul Alamin. Këto janë çështje që i takon Zotit botra. Ai nuk është Zoti jon, është Zoti edhe jahudive. Po, nëse nuk kryhet drejtësia në këtë botë, është tani Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës së gjykimit, që në atë ditë vjen drejtësia absolute. Leja këtë çështje Allahut, mos veti pse. E jona është me kry atë që kemi na në dorë, atë që kemi na mundësi, masënej tani çështjet e mëdha ja lejm Allahut. Çështja janë çetu zemrat e sahabëve. Atë sahabët të torturojshin, pejgamberi sa çka i thoshte atyne? I thoshte la yablughanna Allahu hadha al-amr ma balagha Allahu al-layla wan-nahar. Ka më shku që kjo feja jame ku shkon nata dhe dita. Ka më shku kjo çështja ime ku shkon nata dhe dita. Kur Bilali kam gjikosej edhe torturohej në shkëtir. Na të kryin atonën, çështjet e mëdha të kësaj bote i takojnë Rabbil Alamin, Zotit botra. Kështu janë qetësu zemrat e sahabëve. Tani Allahu i fton njerëzit me i besu, edhe pabesimtar, edhe sahab, me dy emrat e tij, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Na shqipe kemi mëshiruesit, mëshirbërësit. Ar-Rahman është ai që ka mëshirën e gjerë, Ar-Rahim është ai që ka mëshirën e madhe. Ka dallim. Për shembull, nëse hen që ta është dikush në derë, edhe thot, gjithë se të dhe për juve për jap ka 20 euro. Tash çka themi? Ky themi e pas ka bujarinë e gjerë, se na ka përfshi krejtve. Mirë po, nëse hin derë dhe thot, jo krejtve ka 20, po ke që të pja të bëj, edhe për jap njërit, ky çka themi? Pas ka bujarinë e madhe. Ama jo të gjerë. Ar-Rahman, mëshiruesi, se bujaria ti i ka përfshi krejt, besimtar, pa besimtar. Njerëz të mirë, njerëz të këqij, mushrik, të ka përfshi Ebu Lehebin, i ka përfshi faraonin. Ar-Rahman, mëshiruesit, ama Ar-Rahim, mëshirbërësit që e ka mëshirën e veçantë veç për besimtar. Andaj thot Allah në surën Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Me besimtarët është më këta Rahman, Rahima, mëshirues i madh. Ama kjo është veç për besimtar. Andaj Allahu po i thot edhe pa besimtarve, ju s'keni arsye pse mos më i besu Zotit. Pse? Se unë jam Ar-Rahman. Mëshira jam ju ka përfshi këtë. E njerëzit din mi ngatru këto. Për shembull, ka qenë Hasan ibn Ali, nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky një herë del me kafshën e tij, edhe ka qenë me gjytbe, të veshur mirë, i parfumosur, edhe del rrugëve të Medinës. Duke ecë e nal një jahudi, një hebrej, i raskapitur, i lodhur për jetës, i varfën. Edhe i thot Hasanit, nipit pejgamberit Hasan, thot ose gjyshyet ka gënjy, audhu billah, ose gjyshyet ka gënjy, ose sytë e mi pëmbojnë. Thot Hasani, pse? Thot kam dëgju se gjyshyet, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Kjo dunja burg i muslimanit, a xheneti pa besimtarit. Thot shikoj gjendjen tonë dhe temën. Cili prej neve jemi në xhenet e cili jemi në burg? Ose ka gënjy gjyshyt, ose sytë e mi thot po mbajnë. Çka thot Hasani? Thot sikur se ta dije se çka më ka përgatitur Allahu mua në xhenet, shkaku i besimit tem, kishe me kuptu që unë jam burg. Pavarësisht mira që i kam, krahasim me xhenet të jam burg. Thot e sikur se ta dije se çka të ka përgatit Allahu ty, shkaku i kufrit edhe i mohimit tën, do ta dije që ti je në xhenet. Krahasim me ato që pret atje. Edhe men një çan me 100 dirham, edhe ja gjun duart e tij. Pra Hasani thot që kjo që është në këtë botë,
Kjo është Ar-Rahman, kjo vjen për emrit Rahman, përfshin mua e ty. Ama ajo në botën tjetër na vije veç për emrit Ar-Rahim. Kështu zemrat e sahabëve qetësoheshin kur e lexonin Fatihan, edhe kuptonin arsyeën pse kanë ekzistuar, edhe kuptonin arsyeën pse duhet me duru, edhe kështu kjo është Fatihaja që i ka të rëndit edhe mushrikët Quraysh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك